Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akumit me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati përgjërohem që të lafdroj dhe të avigoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjithë. Të ndërë lezër, një për karakteristikave të njerëzve është që janë të prirë për t'i lexuar të tjerët në bazë të përcaktimit personal. Do thonë shpesh çysh menon tjetri, ose çysh vepron tjetri, ose çka mundet me bë tjetri, na bazohemi në përcaktimet e tona. Për shembull, njëri që është materialist, mendon se këtë njerëz janë të tillë. Ose tjetri që është i vrasht, mendon se këtë njerëz janë të tillë. Ose dikush që është mashtrues, mendon se këtë janë të tillë. Edhe pastaj standardin e vet e kthen në standard të përgjithshëm. Dhe kjo është shumë gabim. Dhe kjo pastaj neve na ndodh edhe në fetari. Çysh na ndodh në fetari? Për shembull, na kena disa standarde tona, qoftë standarde të mira ose standarde të këqija, të fetarisë. Çashtu do me mojt fejan. Po pastaj mendojmë se krejt çështu janë të mojta. Fjala bie për shembull dikush e ka krizën për shembull vetëm një islam minimal me vërtetu. Po nuk janë këtë njerëz që kanë këtë krizë. Ka të tjerë që alhamdulillah domethënë e kanë garën me ndjek shembuj më të mirë të parëve tonë të mirë. Ose dikush tjetër fjala bie për shembull e ka ndoshta ngjarjen vetëm me kuptuar farz. Si ti atë farz e baj, si mos jetë farz nuk jam interesuar me bë. Ndërka dikush tjetër alhamdulillah e mjafton më vërtetu që një punë është sevap edhe domethënë e ban. Për shembull për me qenë më i qartë. Për shembull një koprat që me nxej kryen detyrat fetare, nuk i shkon me një që dikush ndoshta jep 10 herë sadaka më shumë se sa jep zakat. Se ky krizën e ka te zakati. Ose për shembull dikush tjetër fjalë bie jeton pa ambicie, edhe nuk e mendon se dikush e ka jetën edhe vdekjen për Allah. Se ai nuk e ka një ditë për Allah subhanahu wa taala. Shpesh domethënë njerëzit i gjykojnë të tjerët në bazë të standardeve të tyre. E sot inshallah kemë marrë mësim nga një figurë veçantë e selefit që ka një standard shumë të veçantë fetarisë. Edhe është një prej standardeve besoj më të rëndësishme këtë kohë bashkëore që jemi të jetu. Edhe kushdo prej trive që e sforcon që këtë standard ka me pas një fetari shumë stabile në jetë, dhe shfryzoj rastin me lutë Allah subhanahu me shpërblyj me firdos këto xhallar që ma kanë mësuar që këtë standard, edhe që besoj edhe këshilloj gjithkë i cili do me jetu një fetari të sigurt, do të me pas këtë standard. Cilo standardi kena me pa inshallah tutje tek fragmenti. Sot inshallah jena me Muhammed ibn Sirinin. Muhammed ibn Sirin është njëri prej imamëve më të mëdhenj selefit, është domethënë kohanik edhe parafërsisht në çat moshë me pak vite dallim me Hasan al-Basriun që e morëm javën e kaluar. Saktësisht edhe ky vjen e ka një preordhje të sklavit, baba i tij u kon rob i Enesit radhiyallahu anhu. Baba i Muhammed ibn Sirinit u kon rob i Enesit, po u konon tregtar e pastaj e ka ble vet lirinë e vet prej Enesit, sikurse nana vet u kon robreshe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Menohet që ka lindur 2 vite pa përfundu khilafeti i Uthmanit radhiyallahu anhu, ndërka që Hasan al-Basriu ka 2 vjet para se me përfundu khilafeti i Omerit radhiyallahu anhu. Ka dëgjuar dhe ka transmetuar dije prej Abu Hurairës, prej Imam ibn Husajnit, prej Abdullah ibn Abbasit, prej Adi ibn Hatim, prej Abdullah ibn Omerit, Enesit e kështu me radhë. Menohet që i kanë mbërrit diku 30 sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej tij kanë transmetuar dije shumë numër i madh njerëzish. Sa u kanë i veçantë në llojin e vet dhe në kohën e vet, janë shumë dietar të kohës që e kanë vlerësuar domethënë te plejada më e madhe dietarëve. Domethënë mendohet që është domethënë te 3-shja, 4-shja, 5-shja më të veçantë që kanë domethënë tek tabiinat. Për shembull thot Abu Awana, njëri prej selefit, thot raitu Muhammed ibn Sirin fi suq fama ra'ahu ahadun illa dhakara Allah. Thot e kum pa thot në treg thot Muhammed ibn Sirinin, kushdo thot që e shifke Muhammed ibn Sirinin, thot e përmend ke Allah subhanahu wa taala. Sigurisht ka një transmetim tjetër thot nuk ka lekë ka dikush, vetë dikush thykë subhanallahu, dikush thykë astaghfirullah, kur e shifshin fytyrën e Muhammed ibn Sirinit. Sigurisht dikush tjetër thot kana amatu kalam ibn Sirin subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nëse të karame e nejtë me Muhammed ibn Sirin, thot shumica e fjalëve të tij kanë qenë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Çto transmetime që përmendën që u kon treg, po të tjera që nuk i kon përmend krejt shkaku i kohës. Domethënë Muhammed ibn Sirin ka qenë pediatarëve që është dallu shkaku të kjo pjesë e tregut edhe që ka qenë tregtar. Një pjesë të ditës e ka pas me ilm, një pjesë të ditës e ka pas me ibadet, një pjesë e ka pas me tregti. Edhe mu boti në treg, ku njerëzit vetë që kanë gojë me fitu, ti mu bë simboli i devotshmërisë, simbol me kujtu njerëz Allah subhanahu wa taala, kjo padyshim domthonë është shumë e madhe. Thot dikush, thot ra'aytu Muhammed ibn Sirin yuhaddithu bi ahadith an-nas. Thot kur e kum pa Muhammed ibn Sirin, thot e kum pa thot që ka fol me njerëzit që ashtu, prafërsisht që kanë mohabetet njerëzit. Nuk ka kështu mu dallue
jashtëzakonisht domethënë me mushmang për bisedave të njerëzve. Thotë vjen shi të shër, thotë edhe i ka pëlqyer shumë poezia, thotë edhe rësoi kjo poezi. Thotë yadhaku hatta yamin, thotë edhe kashke me njerëz. Thotë fa idha jaa bil hadithi min al musnad kalaha wa taqabbad. Thotë mirë po kur u përmend kjo hadithi pe Ahmed sallallahu alaihi wasallam, thotë u bë këtë tjetër njëri. Thotë u shtrëngoi kë, edhe thotë e kap kë thotë një gjendje domethënë serioziteti e cila nuk e shef në asnjë situatë tjetër. Sikurse dikush thotë e kena shoqëruar me një udhtim, thotë Muhammed ibn Sirinin, thotë fa kunna nasma'u bukahu bil layl wa dhahikahu bin nahar. Thotë natën e nishmit u kajt, atë ditën thotë këshke me neve. Natën thotë e nishmit kajt me ne ti domethënë gjatë namazit natës, ndërkësh ditën domethënë ishte i harreshëm bashkë me neve, sikur dikush thotë kur e kena pyet për meselet halalit e të haramit, thotë tabaddala hatta ka'annahu laysa billadhi kan. Thotë ju ndroi keqëria edhe çaq shumë për të keran, domethënë që kanë fol diçka për mesele halal dhe haram, se është fe, thotë sa që na u duket sikur është tjetër njëri jo ai i cili domethënë ka sapo u pyet. Kjo që ka qenë i angazhuar me media dhe me tregti, po duhet të përmend një vlerë që është shumë e veçantë e që kisha pas dëshirë domethënë me qenë edhe mesazh për një për mesazhet të ligjëratës. Thotë dikush për selefit thotë lem yakun ya'ridu li Muhammad amrani fi dhimmatihi illa akhadha bi awthaqihima. Thotë nuk i ka arë puna për një mesele të fejes, apo një mesele të tregtisë, me zgjedh mes dy opsioneve, vetë se e ka marrë cila më e sigurt. Vetë se e ka marrë cila është më e sigurt. Jo cila mund të jetë e lejuar, po ka diskutim. Ose cila është e lejuar, po kjo tjetra është më e shpërblyeshme. Thotë ka pas rregull, në qoftë në tregti, në qoftë në dije, me shku te më e sigurta. Sigurisht se thotë njëri prej selefit, thotë kana Muhamedi at-tajir fa idha irtaba fi shay taraka. Thotë u konë, thotë Muhamedi ibn Sirini tregtar. Moment që i ka një mesele që ka shybe, thotë e kalon. Moment që i ka një mesele që ka shybe, domethënë e kalon, e për këtë që e ka pas këtë parim, kena me përmend tutje një sprov që i ka ndodhur me burg, shkaku i çiti rregullit të domethënë fetarisë. Pse u konë çka që i ashpër me vetveten? U konë shumë i ashpër me vetveten, thotë njëri selefi, thotë kana Muhammed min arja an-nas li hadhihi al-umma wa min ashaddi an-nas izran ala nafsi. Thotë Muhamedi ibn Sirini, kur u kon puna për të tjerët, për umetin, ka pas shumë shpresë që Allahu i fal. Ka pas shumë shpresë që Allahu ambulon të metat. Ka pas shumë shpresë, shumë shpresë ka pas për tjerët, a shumë e kanë nënçmuar vetveten. Shumë e kanë nënçmuar vetveten për me fisnikëru tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa ja ka dash njerëzve të mirën. Tu e ditë njerëzit se Muhamedi ibn Sirini nuk shlon pe në meselet e fesë, edhe shumë domethënë i ashpër ndaj vetvetes meselet e fesë, ka ardhur dikush që i ka thonë mi ki borxh një 2 dirham. Hiç pa ja pas. Domethënë se njëri kur ka domethënë shumë klient, shumë njerëz me të cilët bashkëpunon, mundet edhe me harru dikan që ka pas domethënë ndonjë borxh të vogël eksisoj. Sidomos kur janë kësi borxhet jo me shifra të mëdha, ndoshta njerëz edhe nuk i shkruajnë edhe rrjedhimisht i harrojnë. Edhe vëni thotë mi ki borxh 2 dirham, edhe Muhamedi ibn Sirini thotë jo nuk ti kam. Edhe ai mëni thotë a kishe bë be? Thotë po baj ben Allah subhanahu wa taala që nuk ti kam borxh 2 dirham. Edhe dikush i thotë ti e ki hub një tregti që kena përmendur tutje, 40000 dirham i ki hub vetëm se ka pas një shybe në atë mesele. Kurse tash po bën ben Allahun për 2 dirham, thot Muhamedi ibn Sirini, thot ata merr me thot që mbaj be për 2 dirham, thot nuk jam tu bë be për 2 dirham. Thot e di që ky ka haram çato 2 dirham, e po du me pshtu pi haramit. Po baj ben Allahun që ky mos i haje haram. Domthon ti ja dash të mirën atij, jo për veti. Se për veti edhe 40000 ka hub. Amo këto dy që janë shumë i sigurt se i kam i hongër nëse me haram, thot po baj ben Allahun subhanahu wa taala, pse nuk është domthon kultura ime me be për dynjë. Për kësaj sene, vetëm e pështu një vëllai musliman domethënë prej haramit. Kështu që ndoshta këtu do të më vizoni fakt, shpesh musliman në përditshmëri bojnë për njëri tjetrin në raste të caktuara me be, pa e pas një dhëmshëri për tjetrin. Thotë jam shumë i sigurt, po megjithatë është mirë mu tërheq veç mos me lënat me një gjuna. Nëse ti dëmtohesh pak pikë kësaj dynjaje, apo as më tepër që ndoshta e dini shembujt ku bojnë musliman be, në sana që domethënë aty as ky asaj nuk hub kur gjë, vetë hubin te Allah subhanahu wa taala tu është emrin e Allahut aty ku nuk duhet. Për moraleve të tij që përmendet për Muhamedi ibn Sirinin, thotë kanu idha dhakaru inda Muhammedin rajulan bi sayyi'atin dhakarahu huwa bi ahsani ma ya'lam. Thotë nëse në mezhlis Muhamedi ibn Sirinit u përmend dikush për keq, thotë u nali dhe u koncentru me kujtu çka ka doni të mira njëri që përmendin ta për keq. E ky më ja bë mohabetin e mirë. Domthonë ju e keni zgjidhur me bë mohabet për keq, se s'ka njeri të keq 100%. Kështu që ka ky edhe doni të mirë, edhe pe shfryzoj rastin me ja përmend domethënë diçka prej domethënë të cilësive të mira. Një prej vetive të Muhamedit ibn Sirinit ka nejt shumë larg pushtetarëve. Sa ka nejt larg pushtetarëve, saqë në kohën e Omer ibn Abdulazizit, kur Omer ibn Abdulazizi, edhe keni parasysh çfarë halifi i drejtë u kon, kur i ka dërguar dhurata Hasan al-Basriut, e që Hasan al-Basriu ka pranuar, Muhamedi ibn Sirini nuk i ka pranuar. Edhe pse ka qenë dhurata për njeriu më të mirë që ka pasur ummeti, domthonjë që ka qenë
domethënë Umar ibn Abdul Azizi, sigurisht dikush pse Selefi thotë kana al-Hasan yaji'u ila sultan wa ya'ibuhum. Thot Hasan al-Basriu shkojke te pushtetarët edhe i çortojke. Shkojke, i vizitojke edhe i çortojke. Wa kana ibn Sirina la yaji'u ilayhim wa la ya'ibuhum. Thot ndërkaq Muhamedi ibn Sirin as nuk i vizitojke, as nuk shkojke mi këshillu. Dhe kjo është një rast me kuptimin pse. Nuk janë këtë njerëz me nejt afër pushtetit. Se ka njerëz që i djeg më një herë pushteti. Edhe nëse janë shumë devotshëm, edhe nëse janë shumë të arrir, edhe nëse kanë ndoshta ngjarje të mëdha, sepse domethënë e ka pikë dopt këtë çështje. Ndërkaq ka të tjerë, të cilën ndoshta mundën me menaxhu pa u grith, mundën me menaxhu pa u dëmtu, mirë pa janë shumë pak. Ndaj domethënë do të më provu më shumë shembulltyra e Muhamedit ibn Sirinit këtë temë, sesa domethënë Hasan al-Basriut, edhe pse të dytë janë shembulltyrë domethënë në krejt meselet. Sigurisht se dikush pi selefit thot, ma raitu ahadan inda as-sultani aslaba min ibn Sirin. Nuk kom pa njëri që u kon më stoik, më i palukondshëm para pushtetarëve sesa Muhammed ibn Sirini. Njëherë një emir prej Banu Umeyyës e ka thirrën Muhammed ibn Sirin për konsultim për disa mesele të fesë, për disa fetva. Edhe ky shkon, konsultohet, jep fetvat, jep përgjigjet, edhe në fund i thot në filan vendin ku je ti, ç'është o situata? Edhe nis me kallzu për zullumin që u ndodh, për administrimin e keq, për situatën e keq të në punësve të këtij emirit e kështu me radhë. Edhe kur del njerëz mendojnë që tash emiri domthon ka ndryshuar çësjen ndaj Muhamedit ibn Sirinit, po nuk ndryshon çësjen ndaj atij që nuk u ble as fillim e as nuk shitet në fund. Edhe pastaj e nderon sërish emiri Muhamedit ibn Sirinin, mirë po në fund ja jep një dhuratë edhe ky refuzon. Jep domthon një dhuratë shumë të çmueshme. Edhe njerëzit i thonë pse nuk e pranove, megjithëse ke ardhur pas një këshillimi, pasi e thove të vërtetën, nuk e shitet të vërtetën, pse nuk e pranove? E ka thonë një fjalë shumë domethënëse. Thotë nëse më dha pushteti, nëse pushteti më ka dhënë, se jam i devotshëm, atëherë alo më hiç nuk më ka hije me mor pityne. Se pas ka menuar që jam i devotshëm. A nëse s'm ka menuar për devotshëm, thotë alo më hiç nuk i kisha marrë domethënë prej pushtetit. E përmenda më herët që nga ndodhi një sprov burgosje për shkak të tregtisë. Çka ka ndodhur? E ka marrë një mall, s'po do më potencu çfarë malli, edhe masi e ka ble, e ka pasën me të pritme. Edhe ka kushtuar mall diku 40.000 dirham. Edhe për çat met çka e ka pas malli, kurse kish bëu hesap me çit në treg me shit. A është qartë domthon me ixhma këtë njerëzit çat met nuk e kishin bëu hesap, e kishin nxjerr domthon për me shit. Ky u bë shybe an nxirret se nuk e ka diktuar që e ka çat met malli. Edhe s'ka mujt me kthy, se nuk ka pas drejt për çat pak të met me kthy mallin, po as nuk ka dash me shtin treg. Edhe pastaj merr edhe çet poshtë atë mall. Vetëm mos më shtin treg. Pastaj nuk ka mundësi se domethënë dashton, edhe pastaj burgoset sepse nuk ka pas mundësi me paguajtë domethënë mallin që e ka marrë. Kur ka him burg për çka çështje ka thonë inni btulitu bi dhanbin adhnabtuhu mundu 30 sana. Thotë jam sprovu me him burg për një gjuna që e kam bërë para 30 vjetëve. Më ka ardhur kjo sprov, shkaku i një gjunaje që e kam bërë para 30 vjetëve. Dikush ka thonë fa kanu yadhunnuna annahu ayyara rajulan bi faqr. Tha dikush kanë thonë e kena ditë për çfarë gjunaje të folën. Një herë dikujt i kish thonë një llaf me nënçmu, tu dosh mi thonë që ti je fukara. Domethënë ti smer vesh të far tema. Apo? Domethënë ti nuk je për këtë far tema se ti je një kategori tjetër. Ka dosh me nënçmu me fukarallëk, thotë mas 30 vjet vallahu më ka sprovuar me një sprov. Sigur se transmetohet prej vet Muhamedi ibn Sirin që ka thonë qultu marratan li rajul ya muflis fa huwa qibt. Thotë një herë më thonë njëri ti je dështak. A është i qartë? Edhe thotë Allahu më ka dënuar. Se shpesh ndodh kjo me mesin ton, mu paskon ti Zoti ndryshe kishte pas rënat, e pastaj Allahu subhanahu wa taala domthon të edukon ndryshe. Abu Sulejman ad-Darani, njëri prej imamëve të Zuhdit tek të partë tonë, kur e përmend çka rastin e Muhamedit ibn Sirinit, thotë kështu. Thotë qalla dhunubul qaumi fa'arafu min ayna utu. Thotë ata janë koni popull që i kanë pas shumë pak gjunohet, i kanë ditë pika pi vin sprovat. Si i kanë pas pak. Thotë wa kathurat dhunubuna falam nadri min ayna nu'ta. Thotë neve nuk kanë shtu gjunohet, pika do që na vin sprova si na të ditë po pika në të ndarë. Kështu e kisha shfryzuar rastin këtu me analizuar 3 sene. E para, ndërvëllazën vazhdimsi me rishiku fikun e mëkatimit. Shpesh domthon neve na ndërtohen disa çështje të çështja e mëkatit që janë të gabuara. Krahasoj është mirë me rishiku vetveten. E dyta, familiarizimi me mëkatimin. Të bëhen do gjunohet pjesë e përditshme, as nuk i menon ose gjunoh. Edhe e treta që është shumë e rëndësishme me e shtu vetdijen për istighfar, sepse nëse kjo i ka ndodhur Muhamedit ibn Sirinit, imamit Zuhdit dhe të vëllëkit, për një gjuna mas 30 vjetëve, çka mundet me ndodh neve domthon mas një kohë, e që ndoshta vetëse e shohim realitetin ton, do të thonë shumë musliman ndoshta mas 10 vite udhëzim, mas 20 vite udhëzim, thonë shumë do temash që na timor sot, i na timor si më kon temat sotit,
ana sot u dosh më kon shampionat e aty në temave. Su dosh mi paskry ato tema para 10-15 vjetëve, po gjynat nuk na kanë lënë për me mujt mi krye. Ato tema sot më kon ndoshta me do tema tjera, domethënë tutje. Muhammed ibn Sirini, do vëllazër, është i dalluar për interpretimin e ëndrave. Edhe besoj sidomos kush ka kërkuar, ka lexuar për këtë temë, e ka pa që është për emrave më të spikatën, edhe pse libri është jo që i atribuohet me senet, domethënë Muhammed ibn Sirinit, edhe nuk është që i referohemi. E rëndësishme ka qenë prej imamave të tefsirit të ëndrave. Domethënë interpretimin e ëndrave është qenë në një farë prej kokave që i ka vënë edhe themelët edhe rregullat e interpretimit të ëndrave. Dikush Piselevi thotë nuk kom pa njëri më frikacak për fetva, po nuk kom pa njëri më të guximshëm për interpretimin e ëndrave, se e ka zotruar mirë. Sikurse, domethënë, dikush si shpesh kanë ardhur njerëz me pyet, e po është një ëndër që kështu edhe u shqetësova, e po është një kështu edhe u shqetësova, edhe e ka dhënë një rregull. I thonë ittaqilla fil yaqadha fala yadurruka wala yadurruka ma ra'aita fil manam. Ke frikë Allahun kur je çut, mos u bë marrë shashë në ëndër pasaj. Nëse je i devot shumë ditën, mos u shqetëso pastaj domethënë shashë, domethënë në ëndër. Shembujt që si ka interpretuar ëndrat, për më shumë me kuptues se sa mendje mbret ka qenë, janë të shumta, po e përmendim vetëm një shembull. Dikush ka qenë prej nxënësve të Muhammed ibn Sirinit, dhe ka qenë i rregull në xhliset e tij, mirë po një kohë ka shkuar me ngu ders te Ibadit. Ibadit janë sekt prej sekteve të Khawarijve. Edhe thot pastaj thotë kom pa në ëndër sikurse e bajsh me xhenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me do njerëz. Edhe vend të Muhammed ibn Sirini, pa i ka udhëzuar se jam largu me xhliseve të Ahlus Sunnetit edhe kom shkuar te xhliset e Khawarijve. I thot Muhammed ibn Sirini, ma laka jalasta aqwaman yuriduna an yadfinu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot pse po rrimë njerëz që doin me varros sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po rrimë njerëz që janë të varros atë trashëgimin që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej fjalëve dhe ursive të tij para se me dalë te fragmenti. Thot Muhammed ibn Sirini, thot ma hasadtu ahadan qat ala shay. Kur kujt nuk e kom pas zili për diçka në këtë dynjë. Kur hased kërkan nuk kom pas. Thot in kana min ahli an-nar fa kayfa ahsuduhu ala shay'in min ad-dunya wa masiruhu ila an-nar. Thot nëse thot ky njeri ka më kon xhehenemli. Qysh muj me pas hased për dynjan e njëri që funin e kon xhehenem. A është qartë? Një njeri që është xhehenemli, është kafir, është domon pa besimtar, është mushrik, edhe me pas hased. Thot mas prom ti këto të xhehenem, qysh muj këta me pas hased. Thot wa in kana min ahli al-janna fa kayfa ahsadu rajulan min ahliha awjaba Allahu tebaraka wa taala lahu ridwana. Thot nëse zot xhenet li, çish muj thot me pas hased një njeri që Allahu është i kënaqur me ta. Çish muj me pas hased një njeri që Allahu është i kënaqur me ta. Dikush Piselevi ka thonë nuk kena dëgjuar fjalë më të bukur për Muhammed ibn Sirin se kjo. Për arsye, ndoshta shpesh njeri për me mujt me rahatu veten të kjo temë, mjafton me kujtu domethënë që këtë fjalë. Në një vend tjetër, Muhammed ibn Sirin ka thonë kërkoni thot diturinë edhe rrini thot me xhliset e ulemave. Thot se ka pas njerëz që kanë lënë kërkimin e dijes dhe me xhliset e dietarëve e janë përkushtuar pastaj në ibadet. Atë sa janë bë koc e likur për ibadetit të madh. Mirë, pastaj kanë kundërshtuar sunetin, edhe e kanë leju gjakun e muslimanëve edhe kanë deviju. E pastaj thot pasha Allah nuk bën dikush vepra pa dije, vetë se çka e prish është më e madhe se sa domethënë mundet me ndreq. Sigurisht, diku tjetër Muhammed ibn Sirini ka thonë nuk bëheni nga ata që e përmendin shumë Allahun, nëse nuk ju vën puna me përmend Allahun duke qenë në ecje, duke qenë ulën, duke qenë shtrit, madje duke qenë edhe në gjumë. Ka njerëz devotshëm edhe një pjesë të ëndrave e kanë të lidhur me devotshmëri, edhe me senet që kanë të bëjnë me ajete, me hadithe dhe me mësime të fesë, sigurisht është përmend për vet, domethënë Muhammed ibn Sirini thotë që e uli shikimin madje edhe në gjumë. Thotë e uli shikimin madje thotë edhe në gjumë. Ka vdekur në vitin 110 Hijri, saktësisht 100 ditë pas Hasan al-Basriut. Dhe përmendet për njërin pidostave të vet që e ka pasur domethënë për shokëve tjetës që kur ka marrë vesh për vdekjen e Muhammed ibn Sirinit është mërzit aq shumë saqë një kohë gjatë e kanë vizituar për të smut. E kanë vizituar për të smut, shkaku domethënë i mërzis për shokun e vet. Fragmenti do vëllezër s'ka ndoshta autor, s'ka ligjërues që fol për Muhammed ibn Sirin vetë në atë që kjo pjesë. Kjo është pjesa ndoshta më e veçantë, më e citueshme e pjesës e biografisë së Muhammed ibn Sirin. Thot Muhammed ibn Sirin. Thot inna hadha al-ilma dinun fanzuru mimman ta'khudun. Thot çka kjo dije, shenjë të mor dije, shapo ngani, shapo lexoni. Thot çka kjo dije është fe. Çka kjo dije nuk është informacion, nuk është për me shu kurreshtje. Nuk është domethënë me shfryzu kohën me diçka të mirë. Dija e fesë është fe.
Thot dijeni që dija e fejes është fe, këshirni pikuna për merrni fen. Këshirni prej kuna për merrni fen. Në keni vëmendje, nuk po thot mos për merrni gabim. Jo, fen jetë mor. Veç preni burimi jo të vërtet. Preni burimi jo të denj. Preni burimi jo të sakt. Sigur se vetë Muhamedi ibn Sirin thot diku tjetër, thot lem yakunu yasaluna anil isnad. Thot në fillim nuk vetëshim për senedin, për isnadin. Ku e ki dëgju, ai prej kujt e ka dëgju, ai prej kujt e ka dëgju. Domethënë ky vargu i transmetuesve që quhet sened, isnad, me kallzuti pikuna e ki mësuar diçka. Dhe isnadi nuk është isnadi veç kur u transmeton hadithi. Isnadi o deri në fund të këtij umeti. Domethënë edhe dy mesele që e ki mësuar, e diti ti kush e ki mësuar. Apo? E ka një farë senedi, e ka një farë prejardhje. Thot në fillim nuk vetëshim pikuna e ngove ku e mësove kështu më radhë. Thot falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Mirë po thot ku ndodhi fitnja, nëse ndietarët më thon kallzona me emër burrat ku keni mësuar. Kallzoni me emra transmetuesit e juaj, që i vije. Sa herë që ka fitnë, shtohet domosdoshmëria e isnadit. Sikur që ky zaman. Domthon ky zaman unë besoj që është një prej zamaneve me shumë fitnë. Nuk është domethënë sado që është lehtësu dia, janë shtu edhe fitnat. Janë shtu i këtë interpretimiet të fesë, sidomos këto dy skaja, sikur se është skaji i ekstremizmit, po edhe skaji i neglizhimit edhe i shpërfilljes. Të dyja të kurrë janë kon sikur që janë sot. Edhe nëse i referohemi kësaj fjalës së Muhamedit Sirinit, sa herë që ka fitnë, duhet me shtu vëmendjen tek, domethënë tek isnadi. Thot fa yanzur ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithum. Edhe thot i këshirshëm, kallëzishin pikuna kanë mësu, nëse janë kon transmetuesit, burrat, njerëz të dijes të ahli sunnetit ju ka pranuar transmetimi, hadithi, nëse s'janë kon thot i është lënë domethënë transmetimi, që në vëmendjen hadithi Rasullullah ju ka refuzuar. Ajo është e qartë, jo interpretimi i hadithit. Jo të shiki kuptu hadithin, veç transmetimin e hadithit se pranomi. Interpretimin na prap shkojmë interpretojmë të xhallarët tonë. Interpretimin prap shkojmë interpretojmë të dietarët tonë. Ama as transmetimin nuk e kanë pranuar, domethënë shkaku i suqesisë së madhe. Thot Muhamedi ibn Sirin, thot inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadithi wa ma attahimu. Thot vike dikush më ka thënë një hadith, po nuk ishte që unë akuzojsha ata për diçka. Nuk është që thysha kjo rancë ose ka diçka. Walakin attahimu man haddathahu. Mirë po thot nuk ja pranojsha se akuzojsha atë prej cilit ky kani. E disha ku kani edhe nuk ja pranojsha. A është e qartë? Domethënë ky nuk ishte domethënë i parin senet, ky është i dyti. Thot wa inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadith yani ar-rajuli fa ma attahimu ar-rajula walakin attahimu man haddathani. Thot edhe kishte rast, veke dikush më ka thënë një hadith prej dikujt, e unë s'kisha kur gjë me atë dikë. Po ky që e ka pru nuk është i besueshëm. Domethënë senedi të më kon deri që është burrat mirë. Senedi deri që është të më kon njerëz që janë domethënë të formuar mirë edhe të ndërtuar mirë. Dikush ka ardhur dhe ka thonë Muhamedi ibn Sirinit, ma tara fi as-sama'i min ahli al-bid'a wal ahwa. Thot çka ta merr me ja, vlen herë me shkulla tek ta tjerë. Me ngutë i thart të bidatit edhe të tekave. Thot la tasma' minhu wala karama. Thot mos zgopi tyne edhe mos bëhet vonë. Mos zgopi tyne edhe mos bëhet vonë. Sikur se thot Muhamedi ibn Sirinit, thot kanu ishin, domethënë selefi të parë tonë, thot kanu yarawna annahu ala at-tariq ma kana ala al-athar. Thot thyshin i njeri është nudhe nëse e shifshin që o t'i ndjek gjurmët e më parshme. Nëse e ka senedin rregull. Pikati që këtë mendim, se që këtë mendim e ka pas filan djetari. Pikati që këtë përcaktim, se ka pas filan imami. Prej ka këtu mendime, se këtu e mendimet e filan me dhebit. Më në t'i kije gjurma. Nuk jetë më me ty, nuk këtu njësë kur gjo me ty. Nuk këtu njësë kur gjo me ty. Elhamdulillah në gjarje madhe që e ullzu, a më ullzimi jetë nuk është fillimi i botës. Edhe në gjarje madhe që jetu bashkën për këtë fe, a më ti nuk je i pari. Domethënë si ti ka pas panumër njerëz para teje që e kanë lavru këtë arë, e ti veç dush me ecën në gjurmët e dikujt domethënë që ka qenë edhe më i mirë edhe më i denj se sa domethënë ti edhe unë. Kështu që fragmenti i vëllezër është ky. Dia fetare është fe. E feja nuk merret për gjithkujt. Feja nuk merret prej gjithkujt. Edhe në këtë temë s'do të më konë në zemërxhan. Këtë temë nuk do të më konë njëri që tregosh bujar në vend gabum. Për me qenë më i saktë. Ibn Rajab al-Hanbali kur do me thjeshtu këtë formabeti, thot këtë njerëzit në çështjet e dynjas këshirin me senet. A është e qartë? Thot në çdo lloj mjeshtrie, nëse nuk e di ku ka pas usta, sa klient janë do të knash pi ti, sa është dëshmu puna e tij, thot kur kush nuk shkon taj. Apo? Madje nuk ja beson ti ndoshta asenin më të vogël për dishmërishtane. Madje ndoshta shumë vetë do të më ta vërtetu që filoni për një është i Zoti për çet punë, apo? Edhe ti më shku pastaj taj. Thot për çështjet dynjas bëjnë kësaj, ndërkaq kur vinte puna e fesë, thot pse një çka zemër ngosht ju. Pse ju nuk i pranoni të tjerët?
Pse ju nuk jeni domosdoshmë mazemërgjan që megjithatë krejt po kontribuojnë, krejt po ligjerojnë, krejt po bëjnë ta vet. Leni të rit të përfitojnë, leni njerëz të përfitojnë. Po, na i lëmë njerëz të përfitojnë. Amo ti mirësh pas me pasojat, na nuk mirë. Na mumi më morë me pasojat nëse kena investuar, na gabim. Na mumi më morë me pasojat nëse investimi jon nuk u kanë i duhur. Amo kjo ark i mor këtë investim, edhe njerëzit që morë edhe kishti çetër mjeshtër në punë. Edhe çetër mjeshtër ka shti durt në atë rrym. Pastaj na nuk morëm me përgjegjësi. Sikur se nuk merr përgjegjësi as garancion kurkush domethënë për njerëzve që prodhojnë ose për njerëzve që shesin produkte. E ka prek dikush jashtë me shtetë autorizuar, domethënë nuk mormi domethënë përgjegjësi. Ku sfidohet që kjo të çështja e fejes, që kjo pjesa që na diskutuar sonte. Sammu lana rijalakum. Kallzoni me emra kush janë burrat e juaj, kush janë xhallarët e juaj, kush janë dietarët e juaj, kush është plejade e dietarëve të juaj, ku është burimi i dijeve të juaja. Pikajnit e morfen, pika pëmeni shtu fetva, pika pëmeni shtu përcaktime, kush ja u leje çeket, kush janë ndonjë çet. Sammu lana rijalakum. Kallzoni me emra kush janë ata. Është njëri ose menohet është njëri, ose ky është shumë i lezuar, gjasat që e merr dikon janë gjasat moja. Krejt janë me mundësi që neve nuk na detyrojnë kur gjë. Domthonë dija e fejes nuk ka dije që ka merrë në anonime. Domthonë i ka burrat e vet, i ka emrat e vet. I ka domthonë personalitetet edhe eruditet edhe figurat e shuara që domthonë kushdo që mirët me lëm i nje. Po shtrohet pyetja pse imam sheft? Ose shtrohet pyetja pse i tej kalon? Që kjo është që ky te kalimi, edhe që kjo që mos më dosh mi gazu, këtu ka diçka. Këtu ka diçka, po që nuk po duam domthon më mor me kët. Ndaj kom dëshirë sot më referu vetëm shembulltyrës së selefit, jo kësaj hajgarës bashkore. Imamat e selefit, të nderuar vëllezër, nuk kanë ngurru, edhe sy ka ardh as keq, as nuk ka ardhi noti, me kallzu kanë ndjek pi imamëve selefit. Imami kanë ndjek. Për shembull thot njëri pse selefit thotë kom dëgjuar më shumë se sa një herë Abdullah ibn Wahbin thot sunë numëroj se herë kom ni, që kom pi imamëve të dijes, laula anna Allah anqadhani bi Malik wal Layth la dalalt. Ka thon veç Allahu më ka pështuar me Imam Malikun edhe me Laythin, se përndryshe kisha deviju. Më thon Abdullah ibn Wahbi, që e ka kuptuar 5000 herë më mirë se ti Kur'anin, edhe ka ditë 10 mijëra herë më të shumë se ti Sunetin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, udhëzimin pas Allahut e ka lidhur me Imam Malikun edhe me Laythin. Ka pas sened udhëzimi i tij. Ka pas sened, ka pas domethënë referencë, ka pas dikun ku kanë çaj përcaktimi i tij. Kështu që pyetja e sotit, e sotme është pikërisht, kush është Maliku dhe Laythi jot? Kush është Maliku dhe Laythi fetvave tua? Kush është Maliku dhe Laythi përcaktimeve tua? Kush është Maliku dhe Laythi i pikpamjeve tua fetare? A e keni Malik edhe një Layth? Dhe më thonën, elhamdulillah, mu ka drejtu fetaria me çket Malik edhe me çket Layth. Nëse Maliku dhe Laythi janë njerëz anonim, atëherë banu marak për fen tonë. Nëse Maliku dhe Laythi, as këta nuk e din kush është mas tyne, domethënë prej referencave, pa banu marak se nuk e ditë se ku ka më ndryshuar tutje gjatë rrugtimit. Kështu që kjo pyetje kush janë burrat, kush është Maliku, kush është Laythi, nuk i sikleton njerëzit e isnadit. Kush ka senet, kush ka një varg burrash që i ka ndjek, nuk sikletohet. Kur duhen e bane këtë muhabet, domethënë kanë njerëz e senedit me kallzu shkamas. Domethënë kanë me kallzu emra, kanë me kallzu plejada burrash, kanë me kallzu emra të majt domethënë të dietarëve kështu më radh. Ndaj çka kanë thonë për senedin selefion? Çka kanë thonë për senedin të partet tonë të mirë? Thot Abdullah ibn Mubarak, thot mathalu alladhi yatlubu amra dinihi bila isnadin kamathali alladhi yartaqi as-satha bila sulam. Thot një njeri i cili do me ndërtu fenë vet pa sened, nuk e di pikun ato mor. Edhe ai prej cilit ato mor nuk e di pikun ka marrë para ti. Thot kush të ndërtu fenë vet pa sened është sikur se një njeri që do me hyp në kulum pa shkallë. Sikur se një njeri që do me hyp në kulum pa shkallë. Ka logjik kjo? Pa Abdullah ibn Mubarak çaq ka logjik dikush më thon, unë e kam kuptuar fenë vet, edhe hoxha jam e ka kuptuar vet, edhe na i lexojmë do libra vet, ama nuk e dimi domthon kush pediatar bashkëkor që ndron të këtë mesele, kush para tyre ka qëndruar, kush prej imamëve të mëparshëm kështu më radh. Kush e kërkon fejen pa sened është sikur se më dash me hyp në kulum pa shkallë. Sufjan al-Thauri thot el isnadu silahul mu'min. Senedi është arma e besimtarit. Senedi është arma e besimtarit. Fa idha lam yakun ma'aka silahun fa bima tuqatil. Thot si mos kesh sened, çysh ki me luftu? Si mos kesh ti armë, çysh ki me bobeteja? Do të thonë, apo thot senedi është arma, ti me çat armë i hek dyshimet. Çysh i hek dyshimet? Shumë thjesht. Del mendim vesh tu kazo kush e ka pediatar këtë. Kurkush. Çka është arma jote? Po edhe kundërta, me atar dikush më pikati çdo përcaktime. Ose kush tash po lojti trunin për çdo përcaktime. Jo, çdo përcaktime që ndojnë 10 mira dietar. Edhe ata 10 mira janë 10 mira me sened deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose në fjalë tjetër Imam Auza'i thotë kështu, thotë ma dhahabu al-ilmi illa bi dhahabi al-isnad. Nuk hub dia vetë se kur të hupet senedi.
Nuk hupet dia, vetë se kur të hupet senedi. Keni vëmendje çto? Çdo në dietarëve, çdo në imamave, më të mëj që ka pasur. As ju ka mjaftu transmetimi? As kanë thonë këta, Kurani është i qartë, hadithi janë qartë, janë tubuara. Shkon kjo lidhje kaq shumë me njerëz. Kush pe kujt? Apo? As ju ka mjaftu, s'u kanë bollshme për ata, domethënë fakti që janë kanë domethënë të pranishëm me Kurani dhe Suneti ose Imam Zeid thotë hub dia. Çish hub dia? Hub ndër vëllezër se në ummeti i isnadit. Krishterët kanë pas sened ju ka hub feja. Hebrejt kanë pas sened ju ka hub feja. Nëjna umet i senedit. Tash e tutje keni vëmendje. Sa herë ta përmeni fjalën sened ti vesh përktheje. Umet i senedit e barabart, umet i kriteriumit, umet i standardit. Ki standarde, çka që thjesht. Mon ti sa herë një që mbrin më shumë i ngre kriteriumet. Apo s'është ashtu? Mon nëse ty për shembull ki më shumë mirëqenie, ki financa më të mira, automatikisht ti ngritën edhe standardet në jetë. Ngritën prej ku banon, e deri në çka ha, e ku diun çka. Se sa më shumë që sa një shtrejt, ka më shumë kriteriume. Po njerëzit dojnë fen me qitë shumë të lirë. Njerëzit kanë qef fen me qitë, domethënë ekstrem të lirë. E mas janë shumë e lirë, shnosh, kush dojnë i të fole? Jo nuk është ashtu. Ne konsiderojmë fen shumë shtrejt. Ne konsiderojmë fen të pazavendësueshme. Edhe konsiderojmë pasurinë më të rrallë që e kena në jetë. E sa më shumë që një diçka është e rrallë, edhe është më e pazavendësueshme, edhe më e lartë, edhe më e shtrejt, njerëzit e asaj pune i ngresin standardet. Ingresin kriteriumet, ta nuk pranojnë për gjithë kujt, edhe nuk pranojnë domethënë në çfarë do lloj forme. Ndaj Abdullah ibn Mubareku thotë el isnadu min ad-din. Me pas sened në fe, pi kujt mësove, ai pri kujt mësoj, ç'ky mendim i ku na është, ç'ky transmetim i ku na është. Thotë el isnadu min ad-din, senedi pi fes. Feja është kjo. Pastaj thotë walau al isnadu la qala man sha'a ma sha. Mos mu kon senedi kush do thotë çka do. Apo? Secili ka një mendim. Secili ka një forcë argumentuese, secili mund të më shpreh bukur. Secili mund të më kanë njëri që domethënë ta mush menën për diçka. Ama shumë mohabete kputën herët nëse thu kush e ka thonë çeket. Para te kush e ka thonë çeket? Kush u përcaktuar kështu? Ose kush prej dietarëve domethënë qëndron këtij mendimi e kështu me radhë. Ndaj me që Abdullah ibn Mubareku po thotë senedi pi fes, atëherë fetaria më shembullore për ne është fetaria të parëve tonë të mirë. E këshyemi që kanë këshyer ata çka këtë mesele. Thotë Imam Maliku. Thotë laqad adraktu 70 mimman yaqulu qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadhihi al-asatin. Thotë i kom mbërrin 70 vet. 70 vet në çka xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibadetxhit që kanë nejt në përshtylla. E ka zonë një vend se ka lëshuar 20-30 vjet të bëj ibadet. Thotë 70 vet i kom mbërrin. Që thoshin ka thon filani, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashara ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fama akhadhtum minhum shay'a. Thotë kur pyetynës kom pranu kur gjë më ngu. Thot, wa inna ahadahum law ihtumina ala bayti mali lakana bihi amina. Thot thesari i shtetit muslimanëve, më u pas dhon dikujt pe aty në përgjithësi janë kon burrat ndershëm dhe besnik. S'kan prekt në pasuri, domethënë të huaj. Çfarë që kon besnik? Thot li annahum lam yakunu min ahli hadha ash-sha'n, mir po hadith dhe dije pe ty në komor se janë kon se puna ata. Nuk janë kon se puna. Thot wa qadima alaina ibn Shihab fa nazdahimu ala babi. Thot mir po kur ardh Imam az-Zuhri, thot këtë deratina kon. Sa ju kon për këtë punë. Nuk janë konë që ta 70. Anë pësë janë konë shumë devotshëm. Me një vend tjetër, Imam Maliku thot, adraktu bil medinati 70 yustasqa bihimul matar min as-sama. Thot, i kom brin 70 vetë Medine. Kur ka pas thatësin Medine, njerës kanë shku mi lutë Allahut për me lëshu shi, i kanë morë qëta 70 vetë, më në hajdi bani doa me neve, se sërë që po bani ju doa, Allah po përgjigjet. Thot, 70 vetë janë konë që kur konë momenti mu lutë Allahut për shi, që ta bura i këna thirë. Thot, la akhudhu an wahid minhum hadithan wahida. Kur njët për qëtynë hadith s'komor. Kur njët për qëtynë hadith s'komor. Sikur se një transmetim tjetër ka thonë, nuk i kom braktis se s'kan qenë besushëm. Thot, mirë po ata kanë barë diçka që ata vetë janë konë dej me kuptu shka është ajo. Sikur se kjo realitet jo i rallë në mesin tonë, kur e qojnë një fmi për hoqë, kur zvim për kur gjejqë. Kur të vërtetojnë që kjo zvim për kur gjejqë, ta një bojnë hoqë. Që ti ja beson të fejnë tonë. Më thonë, që ti i lidhësh ta njetën për me orientu fetarin tonë në njetë. Ky mundet më ka një devat shumë. Ky nesër ndoshta mundet më ka për shumë punë me ta në synin qelë. Ama nuk është për elëm. Nuk është për me ta interpretu fenë. Nuk është për me ta transmetu fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pse kriteriumet rana? Sepse kriteriumet vështirësohen kur diçka është më e shtrenjtë, më e rrallë edhe më e pazëvendësueshme. A mund është më ja besu fenë tonë gjithkujt? Njëri pse levi thotë kom shku te njëri prej transmetuesve të hadithit, nuk du me përmend me emër se ka diskutim ai pranon transmetime apo jo. Ka qenë për imamave, për dietarëve, njëri që ka pasur shumë dije. Thotë kom bë ull me shku me mor hadith ai.
Thot kur kom rrin, thot e kom pa të lut një lojë që nuk u kanë hishme dietar me lut atë lojë. Thot fa taraktuhu wa lam asma min. Thot e kom lënë kur ma ditë pjati s'kom gu. Se është shtrenjt është për mua. Nuk e bi punën me mor për gjithë kujt. Nuk e bi punën me ngu domethënë për gjithë kujt fen Allahu subhanahu wa taala. Ndaj në librat e hadithit shpesh mundesh me gjetë në transmetues të hadithit që thuhet dhaifun wa kana abida. U kon dhaif, ama u kon shumë ibadetxhi. U kon i papranueshëm, nuk i pranon transmetimi, ama u kon ibadetxhi. I lumt për ibadetin, inshallah fiton xhenetin, ama kët punë jo, këtu s'ka hatër. Qysh me kuptu, çka me kuptu, çka ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çka kanë thënë sahabët, këtu nuk ka hatër domethënë, sepse domethënë është shumë e shtrenjtë. Thelbi, esenca dhe thirrja e fragmenti është një fjalë e Sheikhul Islam ibn Taymiyas, thot rahimahullah, thot wa innamal isnad liman a'zama Allahu alayhi al-minna. Thot dinë se senedi, isnadi është një pishenjave me e pa atë ka begatu Allahu. Sa më shumë Allahu që e begaton dikan, lidhet me sened. Sa më shumë që e privan, ai s'ka sened. Domthon meselet e fikut ai s'ka sened, meselet e hadithit s'ka sened, meselet e akidës nuk ka sened, meselet e menhexhit nuk ka sened. Domthon kjo është prej formave të privimit kur Allahu të lë pa sened. Shërbëtar shëllisami, sa më shumë që Allah e begaton dikë, e lidh edhe ja mundson me pasën, domethënë në sened. Kështu që njeriu domethënë e ka të pa tjetërsueshme nëse madhnon fenë e tij, mi hap syt, pi ku më fe. Me hap syt ka e vet për një punë lejohet nuk lejohet. Me hap syt mirë, kanë me pyetën, domethënë për meselet fesë, pi kujt mund ndërtu. Për kujt domethënë me morë orientimin fetar, edhe me kë domethënë më orientu në jetë, ndaj Imam Maliku thotë kështu. Thotë la yu'khadhu al-ilmu min arba. Pi 4 vete s'ban me mordije. Pi 4 vete s'ban me mordije. Thotë la yu'khadhu min safihin mu'lin bi safa. Nuk mirët dia pini njerit me ndjelet. Çaq Allahu azza jali ka dhënë atij kapacitet. Kështu që domthon ti është ti koxha domthon hipotekë edhe në rrezikshmëri të lartë domthon fejen tonë. Nuk mirët feja për një njerit që është sefi, edhe nëse ka kryer fakultetin e fesë. Nëse është domthon sefi, nëse është mendjelet. Thot wa in kana arwa an-nas, edhe nëse është njeri me mas shumë ti transmetime, mas shumë ti ligjerime. Nëse është vërtetuar që është mendjelet, domthon nuk mirët dia për ti. Thot wala yu'khadh min kadhabin yakdhibu fi ahadith an-nas idha jurriba dhalika alayhi. O in kana la yuttahamu an yakdhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thotë nuk mirët feja për një gënjeshtarit që është vërtetuar që ka rrejt ndaj herë, edhe nëse nuk akuzohet për çështje të fejes. Kur atë çështje e fejes nuk rrejt. Ama e kena vërtetuar që jashtë fejes dhe me rrejt nuk mirët feja për këtij. E treta thotë Imam Maliku, wala min sahibi hawa yad'u an-nasa ila hawa. E as nuk mirët për një bidatxhiut që thret tek bidati i tij. Që thret, domthonë e kanë kauzë edhe ban potere për atë. E ka një meselet bidatit edhe domethënë e ka kauz. Thot wala min shaykhin lahu fadlun wa ibada idha kana la ya'rifu ma yuhaddithu bih. As nuk mirë dia prej një shehut që njihet për njëri mirë edhe ibadetxhi, po nuk e zotron mirë këtë punë. Nuk e zotron mirë punën e dijes. Ndoshta në kohën bashkore mund të mushtu që nuk merret feja edhe prej dikujt që është i varur dhe është peng i dikujt në përcaktimet fetare. Mënaj ndryshon bazë atij që jep urdhrat. Do të më menu mirë, a mu përcaktuar meselen varësisht rrethit, varësisht ndoshta një këshilli, varësisht një bordi, varësisht dikujt që i rrit për mi krye. Nuk mirët feja pikëti, se ti nuk jetë më pikëti. Feja jote është e varur për atij prej kujt është feja e këtij e varur. Kështu që njeri i cili është i varur, nuk është domethënë që vendos vetë për përcaktimet fetare, domethënë nuk mirët feja këtij. Nuk merret feja edhe prej dikujt që është në kërkim të vetë përcaktimit themelor. Nëse ai vet para 5 vjet i ka pasur mesele të tjera, menhexh, në mesele bazë, nuk kem të fol për përcaktime të vogla që mund të ndryshojnë njëri. Mirë po, domethënë në bazat e fesë, çdo 3-4 vjet më ndryshu, lera hatni përcaktohet vetë një herë, pastaj domethënë ai me mujt me përcaktuar dikant tjetër. Domethënë nuk mundesh të më ju lidh dikujt. Domethënë ju bë tabi dikujt, ndërkaq që ai vetë është tu kërkuar çish më përcaktu. Kështu që domethënë njerëzit mundesh me shku dikujt me marr vesh nëse sigurohesh se e ka kryer domethënë procesin edhe rrugtimin e vetë përcaktimit. Edhe nuk merret dije prej dikujt që në një fitnë të kohës së tij është përly. Për shembull, neve mundet mos më na interesu ti çfarë mendimi ke për një fitnë që ka ndodhur shekullin e 5. Ama nëse në kohën bashkëore një fitnë ka ndodhur e madhe, ka sprovu shumë njerëz, edhe ti e përly ose i takon çati mendimi, ose nuk je distancuar nga asaj fitnë, domethënë kjo të bën hisetar në përcaktim të kohët, edhe të bën pastaj të, domethënë të padej për me marrë fejen piteje, edhe nuk merret feja prej dikujt që është distancuar prej plejadave të dietarëve bashkëkor. Nëse për dikan, kur kush pyetje më bashkëkor nuk ban,
ose asnjë plejadë dietarëve, pa më parasysh cilën orbit, domethënë janë ata dietarë, domethënë kur kush bash zban, domethënë nuk merret feja domethënë prej këtyre njerëzve. Mirë po, të vëllezër për fund, për me kuptuar këtë temë. Du me e thonë shumë drejt për drejt, që kjo temë nuk kuptohet mirë, nuk mundi me përfitu, edhe kur s'mundet me na hinkrye, pa i pas dy mentalitete. Mentaliteti i parë që sprova më e madhe është sprova në fe. Më nëse s'kim rritë që ki mentalitet, që sprova më e madhe është sprova në fe. Domthonë shumë vllazni kur të folin për doni sprovë, folin kur e kanë pas doni të shtem tregti, doni sprovë për shembull në familje, në shëndet apo mirë po rallnin me thonë për shembull jam sprovu 5 vjet në mesele takites e kam pas dallash. 7-8 vite e kam konsideru dikan për pabesimtar ose kam konsideru dikan për bidatxhi pa të drejtë. Apo këtë nuk e llogarit sprovë. A është i qartë? Kush e ka mentalitetin që sprova më e madhe është feja, e kupton çka këtë meselën e senetit. A është i qartë? Sprova më e madhe është sprova në fe, e kupton masnena pse duhet më hap shumë syt, më ja kshir senetin domethënë dikujt i cili do të kallzu fe. Dhe mentaliteti i dytë është mentaliteti që rruga e fetarisë të nduar vëllezër është rrugë një drejtimshe. Domethënë, po dallashite nuk ka mundësi mu kthy për me ndreqë edhe një herë. A është i qartë? Domethënë, mund është fjala bien tregti ki gabull 10-15 vjet. Edhe ka derullaj ki pa që keti e lull kot. Ndoshta atje pa Allah bereqet për 6 muaj e kompenzon 15 vjetëshin. Mirë po ç'mi kompenzu ti 15 vjet që kanë shku kot, për shembull me një përcaktim të gabuar. Për arsye, që tu duam të citu disa fjalë të selefit, për me kuptuar çysh selefi. Shkaku që e kanë pa e sprovën fe, shumë sprovë të madhe. Edhe shkaku që e kanë ditë që kjo nuk ka mundësi mu kthy më ndreqë edhe një herë, apo i kjeta, e kanë pa pastaj si domosdoshmëri ndjekjen e dietarëve edhe pse ata vetë janë kon dietar. E kanë pa si domosdoshmëri senedin me imama edhe pse ata vetë janë kon imama. E kanë pa domosdoshmëri pasimin madje edhe të verbër edhe pse ata janë kon ulema mujtehidin. Edhe pse ata kanë qenë imama mujtehidin. Për shembull thot Ali ibn Medini, që kon imama më të mëdhenj Sheikh Imam Buhariut, thot inni takhadtu Ahmed hujjatan bayni wa bayna Allah. Thot mes me dhe Allahut argumente kam Imam Ahmedin. Çfarë ka thënë Imam Ahmedi çashtu e lë. Ky që i ka ditën qindra mira hadithe, apo thot jo nuk bazona mendimet e mia. Çfarë ka thënë Imam Ahmedi? Me një vend tjetër thot idha aftani Ahmed fi mas'alatin lam ubali idha laqitu rabbi kayfa kan. Thot kur më jep një meselë Imam Ahmedi, një fatfa. Thot nuk bona marak me taku Allahun me atë meselë. Nuk bona marak se i tham Allahit, Imam Ahmedi tha çështon. Se është shumë i sigurt se ja vlen me pasu këtë njeri. Se është shumë i sigurt se ky ka sened. Te ky nuk ka ishte fjalë e mirë, te ky ka ishte fjala e filanit. Prandaj është fjalë e mirë. A është e qartë? Se kjo ishte fjalë e mirë, masaj na dokën fjalë të mira edhe shumë të njerëzve që s'kan kuni far bazën në fe. Se mundon me tingëllu shumë të mirë edhe ndoshta edhe filozofët, mundon me tingëllu shumë mirë edhe interesante edhe shumë njerëz me përcaktime të kota. Mirë, po mas pronti ai shikon razi ti mu thirr çata emra? Ose ai shikon sigurt me thonë Allah banëm bashkë me ca njerëz ditën e gjykimit. Vesh kur pa shybe thuaj Allah banëm bashkë me Imam Ahmedin në xhenet inshallah. A është e qartë? Se e di domthon mas kujt je lidhën. E di mas kujt je lidhën. Sigurisht se ka ardhur dikush në momentet e vdekjes së Imam Ahmedit, edhe për shkak të mërzisë se po vdes një imam i madh, që mira imami ja lidh mas atij. Jo avami, jo domethën xhamati i thjesht. Imamat e kanë pas sened Imam Ahmedin. Edhe ka thonë ud'u Allah an yuhsina al-khilafata alayna ba'dak. Sot lutë Allahun me na i çuni pasardhës pas teje. Imagjinoni domethën gjitha dije kanë Imam Ahmedi. Kurani është, suneti është, ky prap tutët me nej pas sened. Sot shkon ti në marr dikush tjetër. Lutë Allahun. Edhe thot kanë me pyet mas vdekjes tonë, thot pyet në Abdul Wahhabin. Është për qëllim Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam al-Warraq. Dikush që kon aty i ka thonë innehu laysa lahu ittisa'un fil ilm. Thotë imam që shpe propozon Abdul Wahhabin ndërka që ky nuk kanë që ka shumë dije. Imam Ahmedi ka thonë innehu rajulun salih mithluhu yuwaffaqu li isabati al-haq. Thotë ajo shumë njeri i mirë. O shumë njeri i devotshëm, çifti i tij ka fat me e qëllu të vërtetën. Çifti i tij ka fat me e qëllu të vërtetën. Domthon ka njerëz ai kurkun as punë të ditës as natës nuk i ka. As ndërtimin e dijes, as preardhjen e karakterit as kur gjaiç. Apo edhe ai pretendon që e ka hakun e këtyn e tjerë ju ka hikën. Jo, domthon shumë thjesht është. Domthon ky që një imam dëshmon për këtë që çifti i këtij me lenë Allah subhanahu wa taala e çellon hakun. Sikurse dikush thotë e kam dëgjuar Imam Ahmedin më shumë se një herë. Më shumë se një herë. Teksa debatonte me dietar, teksa debatonte me pushtetar të asaj kohe për meselën që ka pas provën, thotë e nisha të thonë shumë herë
Hakadha qala Abu Abdullah Shafi'i. Çështë ka thonë Imam Shafiu. Kush po thotë çështë ka thonë Imam Shafiu? Imam Ahmedi. Që ky imami që njerëz mos këtij janë lidh, ky u lidh mos Imam Shafiut. Sepse ky është menexhi i selefit. Unë lidh namaz dikujt, ai është lidh mas dikujt, ai është lidh mas dikujt derisa shkon senedi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Mesruqi, imam e selefit, thot 6 janë kanë pi sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë dhënë fetva. 6 kanë dhënë fetva, ata të tjerë çka kanë bën? Ata i kanë marrë fetva të 6-ve. Ata janë kanë mira vet. Ata mira vet janë kanë që janë kanë të denj për me dhënë fetva, ama nuk japin këtë fetva. Çerë domthonë ngojnë që ta 6. Edhe thot Mesruqi, thot u konën Omeri, Abdullah Mesudi, Aliu, Zeid ibn Thabit, Ubej ibn Ka'bi, Abu Musa el-Ash'ari. Keni vëmendje çto? Thot dhe 3 veta e lëshin fjalët e veta për fjalët e 3 vetëve. 3 veta e kishin një çndrim për mesele. Kur e mirëshin vesh që filani e ka një mendim tjetër, llafin e vet e hek. Thot Abdullah Mesudi thot e like edhe hek dorë për mendimet e veta nëse merr ke veshin nuk është me mendimin e Omerit. Veke ti kushtë ke Omerit ç'të s'ka thonë? Okej, edhe un episodi tham ç'ka thonë Omeri. S'ka ardhur mi thonë ai çish ti parzit pa argumente në dhafet fona? U kry, Abdullah Mesudi thot nuk jap më me këtë mesele. Pse sa Omeri ka thonë ç'është? Thot dhe Abu Musa el-Ash'ari thot i like qëndrimet e veta për qëndrimet e Aliut radhiyallahu anhu. Edhe thot Zeidi thot i like për fjalët e Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu. Ka sy dikush ka ardhur Imam Ahmedi dhe ka bëu ç'kët mohabet. Ç'kët mesele ki thon kështu, ç'kët mesele thomi kështu. Kët mesele kush ka thon kështu? Në fund ka thonë Imam Ahmedi, lima naqulu shay'an lam yaqulhu ahad min ahli al-ilm qablana. Thot pse ata merr menja që ne e bimi punën, me thon diçka s'ka thon kërkosh pimave para neve. Ata merr menja që bimi çaty punën, me thon Imam Ahmedi diçka s'ka thon kërkosh para Imam Ahmedit. A dini kokë mohabet vllazë? Shekujt e parë të Islamit. Shekujt e parë të Islamit mi hap syt para meje kush e ka thon çeket, e para ti kush e ka thon çeket. E imagjino domethënë mas 14 shekuj dhe 15 shekuj që shmohet më kanë domethënë. Çështja ndaj çaq shumë të selefi u kanë koncentrimi tek senedi, saqë Ishaq ibn Rahuya thot, "Idha ijtama'a ath-Thawri wal-Awza'i wa Malik 'ala amrin fa huwa sunnah." Thot nëse në një mesele e shihni që u bë bashk Sufjan ath-Thawri, Imam Awza'i dhe Imam Maliku dinë se ç'ka suneti. Kuptimi ç'ka udha. Se këta 3 yje ta njerëz më të majt vaktit janë bë bashkë në mesele dhe kjo pastaj është bë si karakteristikë se kjo do të më kon hak. Edhe pse këtu ka diskutim, sepse nuk u kanë vesh tek ta 3, kanë 10 të tjerë, hamdullah imamat selefit, me po thjesht vesh për me shfërfaq mentalitetin. Mentalitetin që nuk e kena na koncentrimin vetëm te përmbajtja, po edhe kush janë burrat që i qëndrojnë çasaj përmbajtje, çasaj fjale e kështu me radhë. Por fund e di që ne në një kohë që janë prish standardet, janë prish kriteriumet, mirë po janë prish për fen, jo për senet e tjera. Senet e tjera kreti kanë ndresh arenat. Senet e tjera çdo ditë më shumë luftojmë edhe punojmë ditë e natë vetëm për mi ngri standardet. Vetëm për me pas më shumë kriteriume, ndërkësh për fejen çdo ditë më shumë domethënë e lirojmë, e shohim Muhamedi dhe Ibn Majah, Shehrbani thotë hadithi sahih për Abu Hurairës ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se yati ala an-nasi sanawatun khadda'at. Kanë marrë njerëz do vite të mashtrimit. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Gënjeshtarët do të uzihet bes. Wa yukadhabu fiha as-sadiq. Njerëzve që janë besnik atyre do t'ju përgënjeshton fjalët. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Tradhtarëve do t'ju jepet vlerë që do t'ju zihet bes. Do të janë njerëz besnik tek njerëzit. Thotë u khawanu fiha al-amin, njerëzit besnik do të quhen tradhtar, wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. Edhe kanë me folën për fenë Allahut njerëzit që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-ruwaybida, ai kanë thonë ja Rasulullah kush janë këta? Ar-rajulu at-tafih fi amri al-amma, do njerëz të pavlerë që folin domethënë për masat, folin domethënë ju drejtohen masave, njerëz që domethënë për çështjet e masave, për çështjet e mëdha ata i dalin Zot, ama ata domethënë njerëz të vegjël, njerëz të pavlerë, njerëz të padëshmuar, elos Allah subhanahu wa taala me na privu për këtyre sprovave dhe me na begatu me begatin e senedit të ehlusunetit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.